Sensibilizimi që po bëhet për gjatë muajit tetor duket se ka arritur qëllimin duke ndërgjegjësuar gratë dhe nënat për kryerjen e kontrolleve për kancerin e gjirit. Këtu ndodhemi në Poliklinikën Qendrore numër 3. Është lajmëruar që sot mamografia do të ofrohet për gratë arsimtare mbi moshën 50 vjeç. Të shikojmë nëse ofrohet kjo mamografia apo jo. Zonjë, keni ardhur për mamografin? Po. Është hera e parë që? Jo, s'është hera e parë, kam bërë dhe herë tjetër. Ju jeni? Mësuese. Pranë cilës? Te Jordan Misja, liceu artistik. Kishte radhë sot apo? Jo, sot nuk ka shumë. Jo, nuk ka. Kam ardhur të bëj mamografin, me qenë se isha pjesë e promovimit që erdhi bëri Ministria e Shëndetësisë në liceun artistik, mora pjesë në atë lloj diskutimi, thash ta bëj, për mua është hera e parë që bëj mamografin, sepse deri tani jam ekzamenuar vetëm me eko. Kështu që pres rezultatin, shpresoj të jetë i kënaqshëm dhe unë të ndihem mirë. Ndërkohë që mjeku Edmond Alia i tregon se ka fluks të madh të grave që duan të bëjnë mamografi. Do bëhen dhe këto, po do verifikojmë të gjitha. Do vi lista këtyre, s'ka dhe lista e shkollës. Në ka ca shkolla listë, verifikojmë kur do i bëjmë. Dhe në datën vjen gjithë arsimtarët. Gjithë ky fluks i madh nuk përballon rrezatimin e gjitha. Në çdo ditë të javës, të gjitha gratë dhe nënat që kanë dëshirë dhe nevojë për mamografi mund të drejtojnë në qendrat që ofrojnë si onkologjiku, Poliklinika Qendrore, maternitet e të tjerë në çdo orë, pasi ky shërbim ofrohet me orar të zgjatur dhe se institucionet përkatëse punojnë me 2 turna.